dhe të kulturës zoti Kliton Kapraj, I cili është pranesh Ca njerëz, o zot, ca njerëz që mbahen si blet, por janë ngrerës. Qëndron të një qenje si hyni e gjallë. Unë e shihja, e prekja, ndjeja thikat që nuk shponin mishin. Takimet të këtij lloji në fakt janë ushqim shpirtëror, jo vetëm për ne poetët dhe krijuesit e qytetit të Elbasanit, por edhe për publikun, qoftë edhe për këta që janë duke bërë shëtitjen e mbrëmjes, edhe dëgjojnë poezitë e recituara nga poetët apo nga interpretuesit. Kështu që kanë një vlerë të jashtëzakonshme për jetën kulturore të qytetit. Nuk e di, po besoj e gjykoj që organizatorët pikërisht për këtë gjë kanë bërë që të ketë çik më tepër freski se poezia të freskon. Ma beso këtë. Freskon kuptohet nga pikpamja emocionale, jo nga pikpamja fizike. Po edhe emocionit duhet. Prandaj është një aktivitetet e bukura që bëhen. Patjetër që Elbasani është një djep I kulturës dhe I kultivimit të poezisë që nga shekuj, sepse jo rastësisht është dhe qyteti I dijes, I arsimit dhe I kulturës. Dhe pikërisht kjo verë paka shumë ka hyrë në një traditë në atë siç e thatë dhe ju figurative freskie me anë të vargut poetik nga poetë ndryshëm të qytetit të Elbasanit. Dhe pikërisht kjo iniciativë dhe kjo ide na bëri bashkë sonte në këtë vend të bukur, në një nga baçet e Elbasanit në Muzeun Etnografik. Atëherë për mua si ri, poezia për mua është, le të themi, art më vete. Ajo I ndihmon të rinj të angazhohen, të zhvillohen, të mencohen më shumë. Libri është siç e thënë nga shpreha, libri do të jetë shoku I të ngushtë deri në fund të jetës. Nuk është se më vjen shumë keq, por besoj që të rinj duhet të angazhohen dhe poetike. E ku ka më mirë se Muzeu Etnografik në këtë shtëpi që mbat në çdo gur historinë, shpirtin dhe traditën e Elbasanit. Mund të festoni valë në shqip.